Patjetër që është një mënyrë shumë ekonomike, pasi me një postim të vetëm ti arrin një audiencë shumë të lartë, veçanërisht për sa i përket partive politike apo politikanëve individual që kanë një numër shumë të lartë zgjedhësish, dhe këtu po flasim vetëm për arritjen e zgjedhjeve nëpërmjet mënyrave organike, pra jo nëpërmjet reklamave politike. Ndërkohë, ajo çka ne kemi vënë re, ne jemi duke monitoruar edhe shpenzimet për reklama politike, të paktën në rrjetet sociale nga kompania Meta, pra Facebook dhe Instagram, duke qenë se kompania Meta i bën publike këto shpenzime. Dhe ajo që vjet re është që partitë politike janë edhe duke shpenzuar për reklama në rrjetet sociale, pra jo vetëm për postimet organike, po edhe për reklama, madje më tepër se sa partitë politike, do thosha trendi që vihet re deri në këtë pikë do ta shohim deri në fund të fushatës nëse do jetë njësoj, pasi referuar trendeve të fushatave të mëparshme, kemi vënë që në ditët e fundit të fushatës, 3 javët e fundit, 2 javët e fundit, rritet në mënyrë eksponenciale shpenzimi, por janë më tepër kandidatë individual të cilët janë duke shpenzuar për reklama politike në rrjetet sociale.